për ta qartësuar para jush dhe ju të qartësoni çdo të njohur tuaj. Çfarë është kjo rikthimi I parave tek ju? Po, në janar të këtij viti, Edi Rama paraqiti në parlament një buxhet 8 miliard euro. Në këtë buxhet kishte ndarë gjithsej 16 milion për ju. Ne kishim ligjin në parlament dhe I tham, zotëri, të votojmë bashk minimum jetik, pensionin minimal 200 euro. Jo, tha, kjo na hedh në humner. Pristi. Në vitin 2013, pensionisti malazes e kishte pensionin 138 euro. Më të ullë se ne kishim 122 euro. Pensionisti Macedonas e kishte 135 euro. Pensionisti Serb e kishte 132 euro. Sa janë sot ata? Sa I kanë pensionet ata? Sot, pensionisti Malizi merr 450 euro. Sot, pensionisti I Macedonisë merr 390 euro. Sot, pensionisti në Serbi merr 410 euro. Po pse? Pse merr? Sepse qeveria çdo vit kur ndau buxhetin, mendoj dhe për ata njerëz janë, qytetar janë, kanë shkri jetën e tyre për vendin dhe nuk u tha merrni 16 milion euro. Kosova 5 muaj më parë kur ndau buxhetin, çfarë bëri? 100 milion euro në fond në pensioneve. Dhe u tha pensionistëve, do keni rritje 20% pensioneve. Nga I mori, nga buxheti. Psoj gjë Kosova, ran gremin Serbia, ran gremin Macedonia, ran gremin Malizi. Asnjë prej tyre. Po sigurisht, se ju taksa paguani që të gjithë. Edhe fëmija I sa po lindur, paguan taksa me ato që nëna I vet I blen për ta ushqyer, për ta mbajtur. Palerma të tjerë, që të gjithë paguajnë. Kurse ky, jo thot, në qoftë se shtoj më shumë, po pristi, se kjo është vetëm gjysma e të keqes. A gjysma tjetër është akoma më e rëndë. Në Shqipëri, nga viti 2013 deri në vitin 2024, çmimet janë rritur 250%. Shko blini bukën sot ju. Sa mirë qumshin sot, sa mirë mishin sot. E mirë 700 lek. Tani e merri 1800 lek, 1600 lek, 1700 lek. Pra, pristi, ekonomistët kanë llogaritur se për të ble ato që blinit me pensionin 143.000 lek, për të ble sot duhet I pension 390.000 lek. Pse çmimet janë rritur shumë. Qa ndodhi kjo? Kjo detyroi me qindra mira familje të thonë fëmijëve ikni se del sofra. Nuk kanë sofrë më për ju. Gjëni merrin rrugë të dheut, përpiquni ku të mundenit, çanin jetën tuaj. Çfarë ndodhi sot? Ndodh që sot qindra mira pensionist nuk marrin dot ilaçet. Nuk marrin ilaçet. Se a merrin ilaçet me 170.000 lek, a merrin ilaçet me 120.000 lek? S'merren ilaçet. Atër o kafshata o ilaçet. O qeraja. Pra, I zhyti në vetmi, ja u largoj fëmit. I bërit thasin me vete, të qajnë me lot njerimi. Merë fund,
me 11 maj. Çfarë do bëjmë ne? Ne do kthejmë parat ju. Nuk do ketë rrogë minimale ndër 500 euro. Asnjë. Nuk do ketë rrogë mesatare ndër 1250 euro. Nuk do ketë rrogë për mësuesit ndër 1500 euro. Mjekëve dhe infermierëve do u dyfishojnë rrogat. Pa diskutim. Miq, a mundët një shtet me 8 miliard euro buxhetin të lërë pa ilaçe, të lërë në kthetrat e vdekjes të smurt në spitale onkologjik? Po pse buxhetin në vitin 2010 apo 2013 gjysmën e këtij buxheti kishim, po pa ilaçe së mbeten kurrë ata. Nuk mund të mbeten. Nuk mundet. Kurse si, janë përparësia absolute. Kurse zotërieti i thot, atje thot, janë bërë krime kundër njerëzimit. Po nëse janë bërë krime kundër njerëzimit, dhe ti, kryeministër, që disponon financat e shtetit, nuk merr asnjë mas, edhe sot pas 3-4 muajve, ato krime i ke kryer vetë ti. Ato parat ilaçeve i ke vjedhur me drejtorat dhe ministrat tu. E pastaj thua mjek, jo. Mjekët nuk bëjnë prokurime dhe tendera për ilaçe, ato i bën ministria, i bën drejtoria. Ndaj dhe një braktisje. Çfarë premtojmë ne? Ne u premtojmë ju, Edmir ku je? Ku më shkoj Çekrezi? Ja, ne u premtojmë ju se e keni një përfaqësues të shquar. Që ju ndëron në diasporë. Ne zotohemi këtu, do të adaptojmë 1 për 1 listën e rimbursimit të ilaçeve që ka Republika Italiane. Po. Çfarë po bëjmë ne? Po ne po u japim shqiptarëve gjërat bazë. Dhe jo ilaçet. Me niseshte amidon të Vilma Nushit dhe Tom Doshit, të cilat, si që keni pa ju, janë absolutisht të pa efektshme. Merë fund, dylli, i pret që të 12 maj të 2 kompanitë e tyre dyllosën. Programi ynë, pra, është dyfishimi i buxhetit për shtetësinë. Tani dëgjoni miq. Bën check-upin me kushëriren, me zonjën e kushërit dhe së ndajnë parat, me Vilma Nushin. Dhe nga check-upi janë përjashtuar të gjithë pensionistët. Po check-upi s'ka asnjë vlerë tek tjerët përveç se tek pensionistët. Çdo pensionist do ketë të drejtë 2 herë analizat plota në vit falas të garantuara nga shteti. Miq, programi ynë, thash dhe një herë, është programi i rikthimit të taksave të qytetarët. I garantoj fermerët e Dumës. Njerëz të mrekullueshëm që e kanë qëndisur Dumën dhe shtruar në një nga zonat më panoramike, më të bukura të Shqipërisë dhe të Ballkanit. Subvencionet do të pestifishohen për çdo fidan të miell, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi. Sala